Ngjarja e ndodhur në segmentin Fier Seman u përshkallëzua mesditën e djeshme kur Ali Cimili dhe i biri Afrim Cilimi qelluan me armë në drejtim të Suzana dhe Ysen Mërnica pas një konflikti të mëparshëm që ka ndodhur 6 muaj më parë. Shkaku i sherrit mbetet i paqartë, por policia e ka klasifikuar si motiv banal grindjen mes dy djemve, 23 vjeçarit Afrim Cilimi dhe 26 vjeçarit Ysen Mërnica. Në momentin e ngjarjes, Suzana dhe Ysen Mërnica udhtonin me motor për të shkuar në shtëpinë e tyre në fshatin Sulaj. Ata u pikasën nga Ali dhe Afrim Cilimi, të cilët po udhtonin me makinë dhe fillimisht qelluan me armë, por fatmirësisht plumbat nuk i prekën. Pas kësaj, babi bir përplasën motorin duke shkaktuar rrëzimin e tij dhe plagosjen e Suzana dhe Ysen Mërnica. Ata u transportuan menjëherë në spital dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve. Policia ka sekuestruar një makinë dhe 3 celular të autorit dhe po vjon kërkimet për kapjen e Afrim Cilimit, i cili është ende në Arati. Pavarësisht situatës dramatike, konflikti që solli këtë ngjarje duhet të ketë pasur një tension të mëparshëm mes dy djemve. Ali Cimili dhe i biri akuzohen për vrasje me paramendim, mbetur në tentativë dhe prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve shpërthyese dhe municionit luftarak.